Lagja Kushtrimi edhe këtë vit ofron dy realitete krejtësisht të kundërta në po të njëjtën zonë. Në njërin anë të rrugës gjenden pallate 2, 3 dhe 4 katëshe të rehabilituara në total, ndërsa në anën tjetër godina banimi pa asnjë kusht infrastrukturor. Dy zona në të njëjtën lagje ku në një pjesë të saj godinat e amortizuara të pallateve që rrezikojnë shembjen dhe në anën tjetër fasada pallatesh të rehabilituara që kanë marrë një tjetër pamje nga më parë. Në lagjen Kushtrimi në Vlorë në të njëjtin blok banimi në të dyja anët e tij vjen re dy realitete për sa i përket gjendjes infrastrukturore të godinave të banimit. Në krahun tim të majt janë godinat e banimit të cilat janë rehabilituar totalisht dhe qindra banor në to jetojnë sot në kushte më të mira, ndërsa në anën e tja situata është totalisht ndryshe, ku fasadat e pallateve janë të amortizuara dhe njëkohësisht në to jetojnë banorët të cilët përballen sot me mungesë të theksuar të kushteve të jetesës. Prej kryqëzimit që të çon për në aksin transballkanike te Komisariati i Policisë së Vlorës dhe më pas deri në hyrje të qytetit, fasadat e pallateve janë të parehabilituara. Godinat e banimit përgjatë rrugës Rakim Malile, ku fasadat e tyre janë rrëzuar për tokë për shkak se janë ndërtuar dekada më parë. Në ambientet e brendshme lagështia bën të sajën duke rrëzuar muret dhe duke sjellë më tepër amortizim tek pjesa e shkallëve dhe në hapësirat e përbashkëta. Problem mbeten gjithashtu bolierët me ujë të vendosur në taracat e këtyre pallateve, që janë kthyer në faktor të amortizimit të tyre dhe pushtimit nga lagështia. Ndërsa në pjesën tjetër realiteti është krejtësisht ndryshe si pjesë e projektit të bulevardit të Palmave. Godinat e banimit janë rehabilituar totalisht si në pjesën e fasadës së tyre, por edhe në brendësi. Bolierët janë vendosur në katin e parë ose nën tokë, duke zgjidhur një prej problemeve më të mëdha të banorëve. Të gjitha pallatet janë veshur me sistem kapot dhe termoizolues, çka i mbron nga lagështia dhe kushtet atmosferike. Domosdoshmëria është që gjithë kjo zonë të jetë në të tillë gjendje me godina të rehabilituara. Mos të vazhdojmë ky realitet me dy standarde dhe projekti për rehabilitimin e fasadave të shtrihet edhe në pjesën kryesore, ku ka më shumë godina banimi të lagjes Kushtrimi.